Dhe pikërisht kjo që ju më përmendët, ambasador Nesho, si vendet turistike, qendra tregtare, hotelet, klubet dhe restorantet, a kanë qenë kështu edhe njoftimet për vendet e tjera që ambasadat amerikane kanë bërë, apo ndryshon ky që është bërë për Shqipërinë? Jo, kjo nuk ndryshon, por duket që prioriteti janë vendet ballkanike për disa arsye. Duhet të dim, zoti Gjata, që tani regjimi i mullave të Iranit është në ditët e fundit të tij, është i paralizuar nga ana ushtarake, por akoma me dhëmbë për të kafshuar. Edhe aftësia e tij ushtarake është vetëm për t'i bërë presion Shtetet Bashkuara të Amerikës të largohet nga ky operacion ushtarak, duke dëmtuar aleatët e tij, sidomos në vendet perëndimore, në Europë, më gjerë, në lindjen e mesme, në detin Adriatik, për t'i bërë një presion të shtuar që vendet e tjera të rrisin atë opinionin e tyre kundër luftës ndaj Iranit. Kjo është çështja kryesore. Dhe po të shikosh, ata tashmë luftojnë vendet e gjirit, megjithse kanë mbajtur një qëndrim asnjë anës, nuk kanë qenë të dakordsuar për veprime edhe nga bazat e tyre ushtarake nga vendet e tyre, por i kanë sulmuar këto për dy arsye, për të rritur tensionin, për të krijuar një krizë energjetike, por edhe opinionin publik botëror ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës që të dëgjohet një zë sa më i madh. Së dyti, në përgjigje të pyetjes tuaj, zoti Gjata, dua të them që një rast të tillë është parë para 2 ditëve në vendin tonë fqinj, në Greqi, ku qeveria greke ka marrë të gjitha masat, duke siguruar mbi 50 sajte turistike të mëdha, duke përforcuar me element të sigurisë kombëtare, duke dërguar ushtri, duke bërë një mbikëqyrje më të madhe të këtyre vendeve për arsye se mendohet, ashtu siç ishte edhe në mesazhin e ambasadës amerikane, që grupe të lidhura, jo domosdoshmërisht mund të jenë iranian të hyrë, por njerëz të infiltruar edhe grupe të cilat janë paguar përpara, janë qelizat të heshtura, të cilat dihet që kanë qenë një nga pjesët e luftës subversive që regjimi i mullave të Iranit ka kryer në gjithë vendet e botës. Dhe këtu bëjmë një parantezë, duke thënë që ka patur raste që kanë tentuar të bëjnë atentat presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, veprimtaria e këtyre grupeve duhet marrë seriozisht. Në të njëjtën mënyrë, siç duhet ta mirëte seriozisht edhe qeveria shqiptare, një mesazh të ardhur nga ambasada e demokracisë më të madhe në botë, një nga vendet tonë partner strategjik, dhe jo të bëjnë lojra fjalësh, të bëjnë paralelizme për gjëra kot, për mesazhe rutinë të kësaj ambasadës, por kjo tregon një mos funksionalitetin, sidomos për çështjet e sigurimit kombëtar të kësaj qeverie, të mungesës së një serioziteti në parandalimin e këtyre akteve dhe të ndonjë dëshire të dikujt i cili kërkon më mirë të bëhet një viktim për të marrë kredi politike sesa të ruaj jetën e njerëzve të pafajshëm bashkëqytetar të vendit të tij. Dhe reagimi i parë i qeverisë shqiptare fliste për hamendësim të ambasadës amerikane mbas asaj deklarate mbrëmjen e dieshme dhe madje shkonte deri aty sa i ftonte qytetarët amerikanë të mos u mbasin asnjë mundësi të mrekullueshme që ofron Shqipëria me vendet e saj të panumurta turistike, i mirëpresim, të pakonkurrueshëm me ushqimin dhe të paqortueshëm, dhe më pas ishin sot gjithë ministrat që flisin që vendi nuk ka asnjë lloj rreziku. Pandi është diçka që sa më larg shkon një regjim drejt autokracisë elektorale, aq më tepër janë element të funksionimit të një shteti diktatorial. Dhe për autokratët dhe diktatorët, jeta njerëzore është e papërfillshme, jo përveç se vizionit të tyre për të realizuar ato projekte që kanë në mendjen e tyre. Sepse nëse do të ishte e rëndësishme, qeveria shqiptare do të shikonte me kohë shpërnguljen e mbi 1 milion shqiptarëve në një popullsi prej 2.5 milion, që do të thotë shumë që njerëzit e dëshpëruar ikin nga ky vend. Një paralajmërim i tillë
për të mos ta politizuar, për ta vënë qeverin në mënyra direkte të marrjes së përgjegjësisë dhe veprimeve shtesë në mbrojtje të qytetarëve të tyre, do ta kishte marrë minimalisht me shumë seriozitet, do të kishte rritur prezencën e forcave ushtarake, ndoshta si dhe në qytetet e tjera që zhvillohen në këto rast.